Urare Baqallëkut e premtuar që do të përfundonte në qershorin e këtij viti nuk u ndërtua. Kjo urë nuk ekziston dhe nuk do të realizohet për vitin 2026. Së bashku me urbanistin Imel Sokoli dhe drejtuesin e Departamentit të Infrastrukturës në Partinë Demokratike Besnik Dervishi, ata zhvilluan një inspektim në këtë investim që po realizohet. 3 rreth rrotullimet që janë shtuar në pak metra të kësaj rruge, për demokratët janë një investim i gabuar që do të shtojnë trafikun. Rreth rrotullime, të cilat jo vetëm nuk do ta shkarkojnë trafikun, po do ta ngarkojnë edhe më shumë. Ky investim i realizuar në hyrje të qytetit Shkodrës në lagjen Baqallëk, jo vetëm nuk i shërben qytetarëve, por vështirëson jetën e përditshme të tyre, sidomos të bizneseve dhe komunikimin e dyanshëm të rrugëve. Por a është ky është investimi që i duhet Shkodrës? Ky është investimi që zhbllokon trafikun për në Shkodër dhe për mëtej? Jo, Shkodra meriton më shumë. Shkodra si kryeqendra e Veriut, së bashku me Veriun, këto 13 vite është parë si e njerëkës. Jo vetëm është parë si e njerëkës, por nuk ka pasur investime në infrastrukturë. Sot trafiku për qytetin e Shkodrës është mbytës për gjithë Veriun. Realisht, a duhet ta jap efektin pozitiv të zhbllokimit të trafikut kjo lloj zgjidhje teknike? Unë mendoj në pikpamjen edhe të ekspertit për sa i përket çështjeve urbane që kjo rrugë do ta ashpërsoj, kjo zgjidhje teknike do ta ashpërsoj problemin e trafikut në qytetin e Shkodrës, duke e spostuar nga rreth rrotullimi i Kishës Zojës në bllokimin tashmë të rreth rrotullimit të harkut të Bërticës. Pra, problemi do shmanget nga një pikë do të shkojë tek pika tjetër. Ajo që duhet themi është në kundërshti të plot me planin e lëvizshmërisë që në fakt bashkia ka miratu vetë, me qasjen dhe parimet që kanë për të dhënë prioritet lëvizjes në këmbë apo lëvizjes biçikletave apo koordinimit për sa i përket lëvizjes së transportit publik, dhe kjo mos koordinancë, mund të themi, e zhvillimit të këtij projekti vjen edhe si pasojë e mangësisë së lejes së ndërtimit nga Këshilli Kombëtar i Territorit dhe Ujërave, apo edhe koordinimit me projekte tjera, siç është edhe projekti për ujësjellës kanalizimet e zonës së Baqallëkut, i cili nuk duket në horizont, pra do të rezultojë në hapjen e kësaj rruge për shtrimin e tubacionit të ujësjellës kanalizimeve në këtë lagje. Edhe vetë qytetarët kanë kritika sa i përket këtij investimi, duke shtuar se më parë do duhet të ndërtohej ura e re e Baqallëkut. Ura dash më bëhet para se ti. Ne me bën rrugën banurin një. Bën edhe kryqëzimin atje me imi kalimën në kalim, edhe na bën këtë rrugën. Që është po nuk pat me kapat Aleksha do me bën si tana punë si bën ta vërtet. Banurin e hap rrugën. Ti bën, ai ke bën rrugën ski ul ku me kalu. Një rrugë për trotuari është për asfaltin. Që është të sej. S'ka ku me kalu. Jo më uji, po hyp makina po frizorit. Hyp makina po në lukur gjo. Mirë sa aty. Unë ka po makinë të hyp edhe për me atje të uzjat. Atje në rrugë Durrësit.